Selam aleikum. Na tregon më shumë për dhikrin e mbrëmjes dhe të mëngjesit. Barakallahu fik. Aleikum selam. Sa i përket fjalës dhikr, do të thonë përmendja e Zotit me lutje të veçanta të cilat i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa koha apo momente. Prej atyre momenteve është edhe lutjet e caktuara që i ka shqiptuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo mëngjes. Po ashtu edhe lutjet e caktuara që i ka bërë çdo mbrëmje. Shojtë. Nga këto. Që i ka bërë çdo mbrëmje. Janë lutjet të cilat nuk duhet me i neglizhu. Allahu xhalla shanuhu përmes saj e ruan besimtarin, e ruan besimtarin përmes këtyre lutjeve, dhe është mirë me i thonë të gjitha, janë nëse nuk i dini i gjenit tek mburoja e muslimanit, te libri mburoja e muslimanit që është shqip, nëse mundeni me i thonë gjitha është më mirë. Nëse nuk mundeni të gjitha, atëherë bën edhe pjesërisht sipas mundësive. Në fillim e keni pak vështirë, derisa ti mësoni, pastaj bëhen të lehta, nuk ka ndonjë problem. Pra s'ka ndonjë problem asgjë. Mendoj që janë të rëndësishme sidomos për mbrojtjen nga të këqijat e në veçantë nga magjia. Keni kujdes, shqiptani këto lutje.